nga F30 në GT10. Drift King të Kosovës. 3.0 benzinc me 2 turbina twin scroll. Ka marrë kohë për 1 muaj e 1 javë. Shënjestër.net. Sot du me bo një prezentim një makinë të konvertume nga F30 në GT10. Për ndryshë është 340i. Kjo vetur, për fabrike, ka dollë me motor 3.0, inline 6, benzinc me 2 turbina twin scroll. Për ndryshë B58, ose një orë si ty gjezia Gjerman. Ky motor, për ndryshë, fabrike shu thash, i ka 320 kuaj fuqi. Pa ndërhymje, diçka fizike të cojnë amon në mëri deri në 400 kuaj fuqi plus. Ky, ker GT10 look ka marrë kohë për 1 muaj e 1 javë. Qa kena bo për para, është ndrimi aubës, braniko, farat, krillat, kurse anash jem pregjit për me ardhë këtë pamje para. Kurse mbrapa, është kërejt diçka tjetër. E për të pjesa mbrapa, është ndru. Kepeko, braniko, difuzeri, komplet sistemi i zhurmës ose marmitav, po puna më e modhë që në ka marrë mas shumë t'i ku ka qenë pjesa e krillat. Për miron vend të dera mbrapa, po ashtu edhe shtopat e GT10. Për njëherë, është fabrikisht halo për ka motori, edhe ka fuqia e sajna. Performancat jenë tamën për fabrike. Po mas këtyne, shuk jam, në një max, qas mës këna me bëhti kjere. Këna e pru derin në Drift King të Kosovës ose të Balkanit. I vetëmi modifikim që i këna bo mërëna, ka qenë timonin nga i tjeshti në carbon fiber plus modalitet sportiv, po ashtu edhe ekrani digital. Në autostrat të vëzit për qefi, s'do me bo zhurmë, s'do me bëngu kërkane, që në ko pro. Po kur dhe është mu knasë për pikë të qefit tënë, veç që po ki qef me bo zhurëm, atër e qenë në sport plus, edhe e ki zhurmë ma të malë që e qetë vimbrata. Shënjestër.net.